Tani, studion e kam plot. Se më qanë ndodhi se ngeli kjo studio plot. Po që të bëjnë, duan të vinë, kanë dëshirë të vinë në studio e madhe, studio e ngrohtë, ti mirë pret të gjithë. Ta im është për këtë? Hapi një planin, hape, rëndën, me cilën shkollë kemi të bëjmë? Është Stefania dhe Nensi, jo nuk kemi të bëjmë me shkollë, dhe gjithashtu piktori Jani Kumati, me në studio Mirëmëngjes. Kënaqësi që jeni sot këtu. Dhe gjithashtu është Stefania Mingu, fituese e ekspozitës, dhe gjithashtu Nensi Kalfani, se unë ja thash Kalafani dhe thash ta bëjmë një herë gabim. Kjo mos e them më. Iva, ti ke lindur me gafa, nuk ka asgjë të keqe se e bëre edhe një më tepër. Mirëmëngjes dhe mirëmëngjes të gjithëve. Faleminderit. Janë fituese sepse është organizuar një ekspozitë realizuar në Francë. Vajzat kanë qenë pjesëmarrëse, kanë qenë gjithashtu fituese, por se për çfarë bëhet fjalë, se çfarë ka pasur kjo ekspozitë, me çfarë pikturash vajzat janë paraqitur atje. Për këtë, ndaj kemi dhe sot në studio për të na folur pak më shumë. Kënaqësi një herë që ju kam këtu për të folur për këto dy fituese, këto dy vajza që për hir së vërtetës duket sikur gjithmonë më shumë e çojnë edhe përpara emrin e Shqipërisë dhe për evente të tilla kaq të rëndësishme internacionale. Faleminderit. Në datën 2 prill në Francë, në qytetin Saint-Frayou, u zhvillua një bienale internacionale për moshat 6 deri në 14 vjeç. Grupi Art Color, që përfaqëson qytetin e Beratit, fëmijët e qytetit Beratit, mori pjesë në këtë ekspozitë me 60 punime. Vajzat që kemi në studie janë fituese të çmimit të tretë për moshën 12 deri në 14 vjeç, që është Stefani Mingu, kurse Nensi Kalfani është fituesja e çmimit teknika më e mirë në pikturë. Kjo është përsa i përket ekspozitës. Si u pritën vajzat atje, si urdhra? Më fal, të kërkojmë ndjes, zotëris, duhet t'i rregulloni pak mikrofon. Po, moj. Të lutem. Gjatë kësaj kohe po japim materialin e plot frokut në Ulqin. Është në rregull tani? Tani është për e vepër. Mendoj që duhet jetë mirë. Po, besoj po. Organizimi i të gjithë eventit, mikpritja që ju bën, si shkoj? Organizimi i kësaj bienale ishte rreth 17 shtete pjesëmarrëse në këtë lloj aktiviteti, që nga Kanadaja deri tek Italia. Dhe fëmijët e qytetit Beratit që përfaqësonin Shqipërinë, sepse s'kishte fëmijë të tjerë pjesëmarrës, u përfaqësuan me 60 punime në teknika të ndryshme, teknikën e pastelit, akuarelit, në grafik, në rapitograf e shumë të tjera. Fëmijët në këtë ekspozit vlerësuan tematikën që ishte bashkangjitur kësaj ekspozite, që ishte vlerat e qytetit ku ju jetoni tradicionale. Dhe ne, nga që Berati është mbajtur për vlera arkitektonike shumë të bukura, u paraqit me rrugica, pjesë të brendshme, pjesë ballore, peizazh, kryesisht, dhe një vlerësim i dhanë kësaj ekspozite dhe fëmijë të tjerë që morën çmime, siç ishin Grejsi Tapia me çmimin e muzeut dhe Melina Çala me çmimin e dytë për grup moshat 6 deri në 11 vjeç. Për arsye të tilla ato nuk mund të vinë dhe ne mund të realizojmë një kronik tjetër me këta dy fitues. Nëse si ishte eksperienca? Piktura që ti morë pjesë atje? Çfarë peizazhi kishte? Unë jam nga Gorica dhe Gorica është një lagje muzeale. Jam ushtruar duke vizatuar shtëpitë e Goricës që e vogël dhe teknika që përdora ishte me pastele dhe piktura që ka marrë pjesë ka qenë nga... Mendove se do t'i tërhiqte peizazhi i Goricës, që ishte aq i bukur sa për t'ju përfaqësuar dhe ju? Po. Stefani, kur ke filluar të merresh me pikturën? Unë kam disa vite që merrem me pikturë në studion Art Color dhe këtë çmim që mora e konsideroj si një shpërblim të një pune disa vjeçare të nisur me profesor Jani, i cili gjithashtu është pjesë e këtij suksesi, pasi fal përpjekjeve të tij që unë dhe shokët e mi t'i arrinin më të mirën, unë ja dola. Kishe menduar ndonjëherë që do të merrje pjesë në ekspozita të tilla ndërkombëtare, ku ka dhe përfaqësues nga vende të tjera të botës? Kisha menduar, po. Është një ndër synimet e tua?
Po, duke qenë se kisha kohë që ushtrohesha në studin art kolor dhe kisha menduar. Profesor, çfarë të bërit mendosh që këto dy vajza do t'jenë të përzgjedhurat e tua për të marrë një çmim, për të rëmbyer një trofe? Puna është ajo që arriti... Ju i keni ndjekur prej vitesh, besoj, jo? Prej vitesh, kanë disa vite që këto ushtrohen. Janë shumë fëmijë të talentuar në qytetin e Beratit që vazhdojnë kursin në grupin Art Color. Ne jemi pjesë edhe aktivitete tjera ndërkombëtare. Një ndërto është e përvitshme që organizohet në Slovaki në një format kartoline 10-14 që ne jemi vlerësuar vit për vit me çmime. Kjo është merit e fëmijëve, prindërve që pasioni dhe dëshira për artin vazhdon të ngjisë shkallët e veta. Kjo është edhe një arritje e juaj, që bëni pjesë fëmijët në për eventet të tilla ndërkombëtare, në për ekspozitat të tilla ndërkombëtare. Në Shqipëri, në ndonjë ekspozit, keni qenë të pranishëm, jeni vlerësuar me çmime, ka aktivitete të tilla ku mbase i shtyhen edhe vetë piktorët e rinj që të shpalosin atë pasionin dhe dëshirën e tyre? Patjetër. Në Berat, për shembull, Galeria Art Lir, Eduard Lir, organizon për një qershorin festën e fëmijëve, ekspozitën vit për vit, ku marrin pjesë gjithë fëmijët më të talentuar të qytetit tonë. Dhe fëmijët aty vlerësohen nëpërmjet punimeve që kanë realizuar. Kjo është një mundësi që u jepet fëmijëve të qytetit. Dhe kjo i rrit nivelin fëmijëve, i jep mundësinë që ata të vazhdojnë më lart, të vazhdojnë Akademinë e Arteve ose degët e preferuara siç është arkitektura. Domethënë kjo është një mundësi. Ke marr pjesë edhe në aktivitete ndryshme në Tiranë, për shembull, kur kanë organizuar qendrat kombëtare të kulturës, aktivitete që i bashkangjiten fëmijëve. Mendoni se ka nevojë për sa më shumë aktivitete të tilla që ndoshta edhe të gjithë piktorët e rinj të shkojnë të paraqesin punimet e tyre, të bëhen këto të ditura dhe të publikuara mbas edhe për një publik që dëshiron t'i shohë, edhe për vajzat dhe për piktorët e reja, besoj që është një lloj shtyse motivuese. Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme. T'i jepet mundësi sa më shumë fëmijëve, sepse kjo është artmja. Këta janë fëmijët e këtij vendi. Domethënë nëpërmjet artit, nëpërmjet këtyre çmimeve, këta vlerësojnë vendin tonë, qytetin tonë. Domethënë kjo është shumë pozitive. Me qelin e shumë ekspozitave që t'i kryet mundësi. Edhe këtë do t'ja bëj edhe thirrje krye bashkiakëve në qytetet ku ne jemi që të japin sa më shumë mundësi fëmijëve për të paraqitur punët e veta në për ekspozita. Ketë sa më shumë çmime, sa më shumë punë. Tematikën që ju vendosët për të paraqitur në ekspozit, e vendosët së bashku me profesorin? Po. E mendoni që do të vlerësoheshit me çmim, si u duk atje eksperjenca mbase dhe takimi edhe me shumë piktorë të tjerë të rinj nga vende tjera të botës? Në fillim më duk paksa besoj se nuk do merja çmim, por më vonë kur pash thash, wow. Toj që Gorica qëlloj në shenja. Që Stefani? Normal që edhe unë studita për çmimin që mora, pas duke qenë se konkurenca ishte shumë e fortë, edhe në atë se që tha edhe profesori Jani, merrni pjesë edhe punime nga shtetet të botës, edhe për mua ishte një surprizë mrekullueshme. Surprizë, tani këto piktura që ne kemi rreth e qark, ja është njëra këtu pranë meje, janë të punuara nga? Nga fëmijët. Kjo është Melina Çala, është fituesja e çmimit të dytë për grup moshën 6 deri në 11. Kurse puna tjetër që kemi në krah, kjo është e Nancy Kalfanit, është për teknikën më të mirë. Na e fokusoj. Puna është e para? E para, teknika më të mirë e realizuar. Kurse puna e para aty është e Stefani Mingut, e vlerësuar me çmimin e tretë për grup moshën 12 deri në 14 vjeç. Kurse puna pas shumë bukura janë të gjitha. Puna pas është e një vajze shumë të talentuar 10 vjeçare, është e Gracie Tapia, vlerësuar me çmimin e muzeut nga Galeria San Froiu të Francës. A ka hapur në Berat ndonjë ekspozit kursi juaj, nëse do ta quajmë kështu? Ne marrim pjesë pothuajse në 6-7 ekspozita. Diles ne këtë javë kemi një ekspozit që i dedikohet vetëm Kryqit të Kuq, me që është data e Kryqit të Kuq. Fëmijët janë organizuar dhe kanë realizuar detyra shumë të bukura që ne do ta çelim në pedonalin e qytetit, sepse qyteti Berati tani ka një pedonale shumë të bukur.
dhe fëmijët do të marrin pjesë me punët e veta atje. Është e rëndësishme që të vi profesor nëpërmjet penelit, bojrave, të këtyre piktorëve të rinj, edhe paraqitja sa më bukur dhe dinjitoze e qytetit të tyre, ndoshta parë edhe në këndvështrime nga më të ndryshmet, ë? Patjetër, gjithë secili nga fëmijët ka të karakterin e vet, që nëpërmjet penelit e vendos në lajën e vet, dikush e mban edhe në mënyrë moderne, dikush e mban edhe në mënyrë klasike. Kjo ka të bëjë me individualitetin e çdo fëmije. Unë ju falenderoj që ishit në studio me ne dhe ju uroj shumë suksese për këtë hap që ju keni ndërmarrë dhe urojmë shumë që t'i kemi jo vetëm këto vajza, fiktore të reja, por gjithashtu dhe një pjesë të mirë të studentëve tjerë tuajit për ekspozitat të tjera, por gjithmonë të dilni fitues. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju.